Në trevat e Krujës jemi këtu miq, në njësinë administrative të Fushë Krujës, me popullsi deri në 30.000 banor dhe gjendemi saktësisht në fshatrat Zgërdhesh dhe Halil, në afërsi të kështjellit së Albanopolisit, një kështjell shumë e lashtë i lire, prej nga mendohet të kenë marrë emrin Fisi i Albanëve dhe prej nga vjen edhe emri Albani. Kjo ka ndodhur fillimisht 3500 vjet më parë, derisa në kohën e Bizantit, vendi shqipëve u identifikua me emrin Albani, si në kohën e Ilirëve. Zgërdheshi është një fshat me banesa të reja me kontribut të djemve emigrant në Europë kryesisht, dhe ku banorët e mbajnë jetën me pak bujqësi, ulliqta, pak bletëri dhe bletari. Në Zgërdhesh jeton një intelektual në pension sot, Ramis Hushi, arsimtar dhe drejtor arsimi në Krujë dhe Fushë Krujë para disa vitesh. Mirdita. Bardok. Bardok. Jetoni vetëm dhe ja kushton ditët e vështira të dimrit, disa deleve dhe një ulliqeje jo shumë të madhe. Përshëndetje Ramiz, si jemi? Gëzohem. A je mirë? Që të kam. Me shëndet? A je i fort? Mirë, faleminderit. Dhe juve? A gjim pipas pas ke ndryshu fare. Okej, faleminderit shumë. Edhe juve gjithashtu profesor. Faleminderit. Me shëndet. Po edhe unë jam i fushës time, i fshatit, i qytetit, i gjithave. Bravo, është vërtet. Dhe shoh që pas keni një ulliq të vogël. Po, pa tjetër. Si s'keni edhe delet, po edhe pula shoh poshtë. Po edhe Ekonomia e familjes besoj, të gjitha nga dora ime Sa ulli ke janë bë. Profesor? Këtu janë rreth 160 ronë. 160 ronë? Po. Besoj se merë diçka, merë edhe kokër, po nxjerr edhe vaj. Po pa tjetër. Pa tjetër që kanë rënë prodhim dhe mundohem t'i menaxhoj me punëtor ma tepër se fëmijët i kam jashtë, me fëmijë, me të martu, me të gjitha, por që mundohem akoma t'i menaxhoj të gjitha. Okej, shumë mirë, sepse nëpërmjet punës, ju mbani gjallë edhe fizikun, po besoj edhe anën e mendimit tuaj, apo jo? Po deri tashti Bereqa Ves, nuk jam keq, po më gëzon shumë ky fakt. Shpresojmë t'i lejmë shneta amanet për një herë. Okej, atëre i dashur, tonin të mirë, që mund të jetë ndoshta 10 vjeçar, ndoshta. Këto kanë rreth 15 vjet. 15 vjet? Po. Kanë ardhur në prodhim, me siguri. Po, pa tjetër, pa tjetër. Dhe juve i shërbeni, këto janë ulli. E keni bërë dhe krasitjen? Po, pa tjetër. Edhe këto i kanë hongër delet. Po. Se këto ushqim për delet, gjethet e tyre, po? Njëkohësisht është periudha që nuk ka barë, edhe i u dhe 2 punë. Po sigurisht që po. Ka mbajt edhe delet. Ka nevojë pra edhe ullirit të krasitet, dhe deleve në sjell diçka ushqim. Pa tjetër. Desa dali. Apo si shtatë juve merrni dhe më të rinj, që bëjnë krasitjen e ullinjve. Të them të vërtetën, si vjet e kam bë me krasitje. Po. Me punëtor, krasitjen e kam bë me punëtor, për arsye se nuk kisha mundësi për t'i kap. Varieteti ullinjve tuaj? Janë nga këto të shtetit, plus ka... Mund të dini ndoshta, është koronek, është frontoj? Frontoj, koronet, të këto... Që sjellin prodhim të mirë, realisht? Që kanë prodhim të vazhdueshëm. Sa ullin e vit ju jep, prodhon?
par vjet, këto të mëdhet këtu kanë bërë nga 50 kg se cili. 50 kg ullin, pra. Ulli, një ronj. Dhe më vonë pasaj, i qoni edhe për vaj ullini. Për vaj pa tjetër. Pa sigurisht. Për të thy, për konsum kështu, ne pak mbajmë. E qartë. Sepse unë fëmijët i kam jashtë gjithë, për momentin jam vetë i 11-ti, dy qunat me nipa dhe mbesa. Kështu qofë si gjithmonë, profesor, kështu qofë si gjithmonë. Faleminderit. Dhe normalisht tani, për momentin, mbaj dhe pronën time gati. Atere, këta ullin, i këtë blerë, apo janë dhurat nga në shteti? Janë i pjesë të mirë të tyre, i kam mbjell me sponsorizim nga shteti. Ne kemi pas tokat tona që i kemi nda me 7.500 e nishin, plus pjesën dërmuse e kemi të marrë nga trumun familjar që kemi trashëguar, dhe pastaj ai që nuk është plotësu, është plotësuar me tokë shtet që ka pas hapur kooperativa dhe ndërmarrje bujqësore. Ju keni marrë shumë fidan ullish dikur, para 10 vjetësh paktën? Po. I keni marrë dhurat nga shteti, për ndihmë nga shteti? Po. Nuk dini se keni mbjellë edhe vetë, i ke shtuar edhe vetë, disa rrejnë tjera. Duke po, parë që është me reverdim mbajtja e ullirit sot. Për mendimin tim, pema që ka më rendiment është ulliri. Për 100 vjetësh, mos harrojmë, që është një investim që i shërben brezave të tonë. Lartë në kruj i dashur, Gjergji i Madh, Gjergj Kastrioti, e kishte edhe si një ligj të pashkruar ndoshta. Për çdo familje, për çdo çift që martohej, të mbillte ullin. Ullin. 10 deri 100 rrënj ullin. Unë besoj se e kam të i kalu këte urdhër që ishte për të mbjellë. Dhe të trashëguar. Pa tjetër. Ja, për shembull, ajo është një nga rronjat e vjetra autokton. Ky ullin këtu? Po, ky këtu. Ja, esim këtu afër, lutem, sepse e shoh dhe nga trungu që të paktën... Po, ndryshon nga këto tjeret. 15 vjetë besoj të ketë jetë. Po, jo, diskutojmë, mbi 100. Mbi 100. Është mbi 100 vjeçar. Mbi 100. Po, neve... Ky është mbjell nga gjyshi apo nga baba juaj? Ka qenë e mbjell me kur baba im, të paktën ka lindë mu, po edhe shumë të tjerë, kanë pas edhe të tjerë, jo këtu. Këtu kanë qenë vetëm fush. Ju e lidhë këtë ulli me jetën e gjyshit tuaj, sepse babai ka punuar në kooperativ. Po, kooperativ. Kur gjërat ishin kolektivizuar në atë kohë. Kolektiv. Gjithsesi, ky ulli është dëshmitar i bashkëtesës i bashkëtesës me ullirin. Këtë bim të paqes, por që i ndihmon familjet me prodhimin e tij të mrekullueshëm. Edhe me kokër ulliri, po edhe me vaj ulliri. Është një bashkëtesë 100 vjeçare, pra, që këtu në Kruj, në malësinë e Krujës, edhe në fshatër këtu poshtë, në Zgërdhesh dhe në Fush Kruj, e mbajnë ullirin për 100 vjetësh. Ulliri është ndërbimet më të fuqishme që ekziston. Aje në majtë të shkamit nuk e ka problemi, lëshon rronjet dhe mbjeton. Dhe ka një gjo që sa më vendi that të jetë rënja e ullinit, a ish aq më shumë vaj lëshon për kile apo për kuintala, si ta themon. Atëherë, profesor, tani pyetje për baktit tuaj, për delet. Pak dele kishit, apo jo? 4 kokra, 2 kanë qenë, janë bo 4, edhe... Meni pak qumësh nga to? Ja, qumësh, ja. Nuk meni qumësh? Nuk arrit. Po qëngja meni nga to? Po qëngjat, po i therim. Apo jo? I therim. I keni përmish, po? Përmish. Për ndimuar, vetën tuaj, për ndimuar, nuk e di nëse... Kur vinë fëmit... Po, nëse trektoni disë? Është knajsi, ja. Nuk me del. Pra, vetën për nevojë... Veç për vete. Zoti për gjithë. Okej. Ndërkaq, duke ardhur tek juve, profesor, unë pashtë një kopësh shumë të mirë, shumë të bukur. Është kopshë juaj me sa di unë? Agrumet. Agrumet, bravo.
Me agrumet jam marrë qysh në fillimet e para të demokracisë, që pata pasion, mundësin, i ri isha, punojsha, dhe i kam bjell dhe tani i shikoj vetëm për qef. Ja për shembull ajo. Ja, shkojmë atje afër. Rronja e mandarinës. Shkojmë afër dhe është akoma plot. Pa shikoni miq, hy në një kopësht agrumesh që janë të profesorit. Profesor, portokalle, mandarina, kumuri ka këtu brenda, mandarinave, kanë ndërtuar folet e tyre me sa duket, dhe prodhime që kanë dhe poshtë, duke filluar nga fushkryja deri lart në Tropoj, nuk ka qenë tradit mbjellja e agrumeve. Sot po, në kopshtin tuaj dhe të qindra banorëve këtu në Zgërdesh, në fushkryj, deri lart në Kryj ndoshta, gjejmë pafund agrume. Them të vërtetën, si vjet, majmen një dit ka bën ngrica. Dhe ja për shembull, prodhimi agrumja është akoma plot. Kjo është mandarin, besoj, profesor? Është mandarin? Jo, portokall, po nga thatësira e vitit që ka qenë nuk janë rritë shumë. Kanë ngel të vogla. Dhe është e vërtet pra që agrumja ka fillu të kultivohet zuri vend në tokën tuaj. Mbas 90-s. Në tokat e fushkryjës, të Zgërdeshit, komplet. Dhe të fshatrave të tjerë, deri lart në ngjitjen e Kryj. Por shoh gjithashtu profesor edhe me vjetra. Po, kanë pas edhe në tokë, disa dhe janë kalbur. Pak smundja që kanë ndiku në ramjen e tyre poshtë në tokë. Ka qenë shpikur një farë krimbi i vogël që i infektonte dhe ato ishin të destinuar të vinin. Infekcion në lule ndoshta? Jo, në kokër. Në kokër. Në kokër? Në kokër. Interesant. Të kokra. E që dhe më të regoni, sepse thash, këtu mund të ketë 10 kilogram portokalle të rëndëna në tokë. Ka? Ja dhe një arkë. Është... Mbledhur disa aty për miqnuaj. Po. Ja dhe kanë portokalle shumë të mira vërtet. Po, ka sa të dush, janë bio. Po. Këtu është diçka që prodhohet pa pesticide. Dhe po s'ka kush i menaxhos, s'ka kush i tregtos, s'ka kush. Unë ma tepër... Nuk ka kush i konsumon, do thonit ju, profesor? Ma tepër merrem me bletët, sepse janë kosherë të bletëve. Sporti i dyti. Sepse janë në gjumë tani. Jo, këto është, sot është dita i qike ftoft, nuk ka diell, po këto janë mundohen të lëvizin nga pak. Në hyrjet kosherës? Po, ja, me polen. Nëse do të afroheni, kolegë? Po bje polen. Do të shohim vërtet, si thotë edhe profesor Ramizi, disa bletë që sjellin polen në kosherën e tyre. Kjo është i qenje, si thush, puno, pa patur nevoj t'i thuash, dil në punë, mos rri brenda. E vërtet. Këto e llogarisin vetë punën e tyre, ushqimin e tyre për vete edhe për mu. Qartë. Unë... Çdo koshere ka nga një mbretëresh. Pa tjetër, ka drejtusin. Po, ka një drejtus. Ka drejtusin. E ka një mbretëresh pra, në fundit, kur vjen pastaj stina e verës, qershori ndoshta, ose korriku, bën i pesë dhe vjelen e zakonisht në gjysmën e korrikut, se pastaj përfundon ajo periudha dhe kullota e zonës tonë, edhe kështu që marim në mjalt, u a dërgëm fëmijëvet, kur të vinë e marrin vetë, po... Familje madhe të t'ju, rrët 12-13, një për e mbesa, bashkë me... 11 jemi, 11 jemi, fix. E presim shumë 11 që ekip futbolli. Që të gonë gjyshi, apo jo? Ja, nuk ju ka mungu asnjëherë, absolutisht. Bravo, të përshëndes, mik. Pas Ramizit, në një familje të varfër shkojmë,
në familjen e Lutfi Hushit, ku burrë e grua jetojnë me 2 pensione të vogla, 8.000 lekë secili. Pasuria e vetme e Lutfiut janë pak tokë, një tent me hardhi rrushi dhe disa ulli. Por atje më shoqëron këshilltari i fshatrave Halil dhe Zgërdesh, i Merkeqi. Jemi fshatin Zgërdesh, tash do shkem pranë një familje e quajtur Lutfi Hushi. Po unë shoh edhe disa vile këtu. I dashur i merr. Këta janë bërë tash në vitet e demokracisë, kuptohet e punë, sepse këta historikisht kanë qenë familjet Të varfër. pothuajse në një familje, këta janë secilit tash kanë bërë ndërtimet e kanë bërë këta pas Sigurt janë investimet e djemve janë investimeve kryesisht të emigrantëve, sepse të gjithë bijtë e këtyre janë jashtë. Janë jashtë shtetit, po. Tokën vetëm Mosha të 3. mosha e 3 që s'janë në gjendje me bë absolutisht asnjë Okej. punë. Pra këta mbijetojnë pothuajse me punën e fëmijëve të tyre që Okej. janë jashtë. Gjithsesi, shpresojmë të takojmë zotërin poshtë, Lutfiu. Tashi do shkojmë tek E takojmë dhe flasim pak më të si jeton Lutfiu dhe familja e tij. Po. Faleminderit i merr. Edhe ai fëmijët pothuaj këtë jashtë i ka, edhe ai. Faleminderit i dashur. Kalojmë ti? Faleminderit. Po. Wow. Ma shiko. Po luta. Atë na kanë ardhur ca miq. E shoh një zotëri në obor Duan me pa dhe e përshëndesim. mbi Përshëndetje. punën, mbi Virdita, si jeni? Unë jam Agim Pipa. Gazetar, televizion e Report TV është pra ai e jush. mirë. Emisioni Veri Jug. Nuk di nëse keni kohë të direve të shikoni emisionin ton. Ne ndalojmë në rrugfshatra, sjellim jetën e njerëzve, sidomos të atyre që punojnë fort, që e mbajnë jetën me punë. Dhe unë shoh këtu përveç se një shtëpi të re, të rregulluar mirë tani, keni disa pula? Apo jo? Okej, keni disa pula, po ju pa nga larg që edhe po punoni diçka. Apo jo? Tu qasa drume po me nëzë su. Po, gati pra, Po, drut për mezu sobën se në dimër jemi akoma. po, po. Luti? Apo jo? Të vjetë i në të shtë zemë dume. Po, pa tjetër që po. Atëherë, ju lutem, unë do të mësoj vërtet për jetën tuaj. Si jeton familja juaj? Luti. Hajde mo diçka, asë mirë s'kesh. Baza e ekonomisë familjes suaj, luti. Po, Cila është? vëllaj dupt, Topët. dupt. Mas të shenë që unë e di unë kam maru. Ku e keni djalin? Mi të li, Emigrant në Itali, ka shumë vite që jeton atje. po bënja 7-8 vjetë. 7-8 vjetë. Dhe besoj se jo ka lidhur ai pensionin, më shumë se sa shteti. Po, aj, se shteti 100.000 lek në ka dhe unë. E qartë. Me Jetoni këtu 100.000 me lek? sonjën tuaj, Po, po. me pensionet vogla besoj. Pensionet ma të vogle ma ka 100.000 lek të dy. 120.000 lek do gruja vetëm i la që mujt. Llogaritës se ku. Ma të e për mu, se di se Pensionet çfarë. tuaj besoj të llogaritura për kohën kur keni punuar në kooperativë Po, bujqësore. po, atëherë, apo po, jo? po, që e. Prandaj edhe janë të vogla pensionet. Po. Ndoshta duhet në një reformë edhe në fushën e pensioneve, në mënyrë që të mund të shtojmë njerëzve jetën përmes një page më të mirë se sa aq. Shpresim. Okej, luti, unë shoh që juve aty ju pam nga larg që po prish si dru, Po, apo jo? po, Po. Se thatë që bëni dru për mbesu sopën. po, po. Po keni ca pula. Ja afrohemi të lutem edhe më trego. Sepse ju thatë që bazë është vetëm ndihma që sjell djalin nga Italia. Vetëm ajo. Gjithsesi përpiqesh që të bësh diçka edhe këtu. Këto pula në oborrin tuaj ju sillin diçka. Ju sillin vezën, ju sillin pak mish. Që ata po, për shumë tjetër jo. Ne ata, ne këta dun të horme. Po sigurisht ka nevojë dhe ato për ushqim. Po, Po tokë keni? që një 2 lyme gjys 3. Si të si Atëherë. kam mjellolli. Atje poshtë, po është toka juaj. Po. Koleg? Pa shikojmë. Tu poshtë pra, mbas saj pergulle me hardhi, është toka Ulli ishtë. ose një ullisht e vogël. Sa rrëj ulli keni? 80 rroj. 80 rrëj. Në tokën tuaj Po. është tokë dem babadem? Apo e marrë sot Gjyshit. me 501? Gjyshit. Toka e gjyshit. E babë se gjyshit. E qartë. Po 7.501 këtina, pa në kanë tonë pëll. E ullit me sa shoh të paktën 5 vjeçar janë, apo jo?
Pra janë futur në prodhim, besoj. Këta u bo një 12 vjetë. 12 vjetë, shumë bukur. Sa prodhon një rrej ulliri? Qërë thamon, mesatarja 3 kile, s'bemo. Vetëm 3 kilogram. Ash. Baba ki njoni bë tjetëri s'bo, jenë shumë gjona. Po. Dërsa pasaj nga gjithë ullejt, sa merrni çdo vit? Ose të patë një herë në 2 vjet? Unë si mjetë, Po. 60 kile ullej ka morë, me 100 roj ullej 60 kile. Vetëm 60 kilogram. Që do t'i përdorësh për nevojat Për vete, jetesës, ose për... Po. Apo do nxjerrësh një çik vaj ulliri? Jo, qërë voj ke përsit me 70 kile. S'mundesh do, ha? Nuk shetë gjonë. 60 kilogram ullej, ku i mbani ullit? Që i vilne? Keni besoj fuqi plasmasi? Nej fuqi, ose nej bidon kultugu. Ose ne bidon kalçuku, po. A mund të themi që, okej, ekziston pra se ekonomi e vogël, edhe ullishta juaj? Hajde, pak po, jo. Llogarite u bo ka 12 vjetë, 2 herë jenë vel. Po pse? Nuk bëjnë, se nuk takotin se kina se do të punume, do plenin, do oren, i do të gjitha. Na s'kina mundësi mi kap gjitha. Ndoshta gandima që sjell djalin nga Italia, mund kushteni diçka? S'kam qarë kurseja si gjo me ta. Për të ndihmuar ullin tuaj? Jo, s'ngel gjo. Nuk ngel gjë. Ja, E vështirë pra. për ne është e vështirë. Për sa, Jetë e vështirë. jetë gjithë. Se i pjesë kanë, i pjesë nuk kanë. Po. Po shumica këto i herë që këj peltë, o shumë pak si kanë. Jenë të vërfnu, Mileti. Po, jeta në fshatë është e vështirë, sigurisht. Apo e? Për mu po. Po, okej. Dëgjoj puna që ka karisin e ty. Do është ora që do të kemë dhe vezët të tyre. Gjesat vi pranvera, kur qele dhe lulja, edhe kur ju filloni shpresoni për diçka më të mirë se sa në dimër, ju uroj gjithë mirë, fatë familjes suaj. Allah, faleminderit. Falëzojsh, po edhe djalë që keni në Itali, Faleminderit. edhe t'jeni mirë me shtet. Faleminderit. Përshëndetje. Pim në i gotra kishë dorë. Faleminderit shumë i dashur. Lëvizim, jemi një familje tjetër. Një. Bashkë me. Faleminderit. Hajde, ka lofshi mirë në ju. Hajde, me të mirë e mërë. Miro bofshin, me të mirë. Miro bofshin. Unë ju thash në hapin e reportazhit se në fshatin e Sotun Zgërdesh gjenden edhe muret dhe një kështjellë të lashtë ilire, muret e rënora për vitesh të Albanopolisit. I merit kështëtarët e fshatit i dhem shumë gjendje praktike së kështjellës. Tu jemi në fshatin Zgërdesh, Po, i cili historikisht njihet si një nga fshatrat më të lashtë, me një histori prej 3500 vjeçare, po, i quajtur Albanopolis. po. Pra këtu është një nga objektet më të lashta që është në kohën e ilirëve. Biles ne krenohemi me këtë sepse prej kësaj thuhet që ka marrë dhe emrin Albania, do më thonë Shqipëria. Po, vendi. Pra kjo është një nga me fshatrat Albania. me një origjinë ose me një historik shumë të lashtë. Shumë të lashtë, po. Dhe këtu kanë ardhur her pas here ekspeditat ndryshme, kanë bërë gërmime, kanë bërë studime për këtë lashtësimi fjalë që të kësaj historie. Për qytetin, Janë ose qytetin e lashtë, po. bërë disa punime këtu, Po. her pas here, por kanë qenë krejtësisht sporadike, si thonë, janë mjaftu vetëm me disa pastrime duke pastru këto ferrat e kështu, por asnjëherë nuk është bë ajo që duhet për këtë vend kaq me tradita dhe me histori të lashtë. Po. Para disa kohësh është bërë një kërkesë her pas here për të rregulluar rrugët dhe fal ndërhyrjes bashkisë, sepse vetëm atëherë u bë e mundshme që të vinë turistët tu, sepse vinë nga ana anës për të njohur me këtë histori kaq të lashtë, por asnjëherë nuk është realizuar tamam siç duhet. Është bërë vetëm para pak 2-3 vjetësh mi fjalë që është bërë një ndërhyrje për të rregulluar këtë rrugën, për të njohur me historikën e këtij objekti kaq të lashtë dhe me histori të rrallë. Kanë ardhur her pas here turistë nga të gjitha anët e botës. Por asnjëherë nuk është bërë investim dhe vlerësimi i këtij objekti kaq të rëndësishëm. Bëhet fjalë që këtu do të bëheshin disa për restaurimin, por asnjëherë nuk u realizua. Tash se ku ka shku ky fondi, na se morën vesh. Bëhet fjalë që nuk është harxhu, do të vihet në dispozicion, por se kur nuk e dim. Të thjesht fjalë. Urojmë
Urojmë që ky objekt të vlerësohet ashtu siç e meriton, Ashtu siç e meriton vërtet, sepse është një objekt me një rëndësi të jashtëzakonshme, historike, arkeologjike, gjitha më radhë. Guardo. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik.